Me një duar trokitje, ftoj në skenë zotri Kemal Matoshi. Të gjithë këta do të prezentojnë me dignitet në Këshillin Komunal të Çajirit. Vazhdojmë tutje. Nata është e gjatë, apo? Zonja dhe zotrin, kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj në skenë njeriu e sukseseve të mëdha, si në skenën vendore, ashtu dhe ndërkombëtare. Njeriu i cili me gjithë kapacitetin e tij intelektual dhe bagazhin politik vendosi t'i dalë në ndihmë komunës ku lindi, jetoi dhe vazhdon të jetojë. Ai i cili nuk din për humbje, ai i cili me punën e tij, ndershmërinë, disiplinën dhe vizionin e qartë që ka për Çajirin, është i gatshëm të ndryshojë Çajirin ton që është lënë pas dore. Ftojmë pra personin me dignitet, me krenari, i cili gjithçka që ka premtuar ka bërë dhe do të bëjë dhe ndryshimin. Bëhet fjalë për kryetarin e ardhshëm të komunës së Çajirit, zotri Bujar Osmani. Mirëmbrëma Çajiri, a jeni gati për ndryshimin që vjen? Të dashura motra dhe vëllezër, kjo që shoh këtu është një pamje mrekullueshme. Dhe dua të them që ky nuk është tubim i zakonshëm. Kjo fushat nuk është vetëm fushat e zakonshme. Ky është një moment që do hynë në histori, për shkak se do shihet se çka do të thot kur populli e merr fatin në duart e veta, atëherë kur i cënohet dinjiteti, jeta dhe ardhmja e vet. Dhe dua të ndiheni se cili prej jush krenar që jeni këtu, po edhe ata që nuk janë sot me ne këtu, por u rreh zemra bashk me ne, se do u mba mend historia si misionar të ndryshimit që ju përgjigjën kushtrimit të thonë mjaft më, nuk mundet më tej. Por mirëmbrëma edhe udhëheqësi e Aleancës Kombëtare për Integrim, bashkimit më të madh kombëtar, i cili dëshmoi se populli jon, pavarësisht partive dhe krahinave, e ka një damar të kuq i cili rreh fort sa herë që popullit i preket dinjiteti dhe pshtetet për muri. Andaj ju falënderit, na keni bërë krenar gjithve. Motra dhe vëllezër,
Unë jam Bujar Osmani, ky është këtu ekipi im, dhe qëndroj sot para jush si një njeri juaj, si një biri juaj, një vllai juaj, një fëmijë juaj, dikush që ka lindur dhe është rritur në mesin tuaj, dhe kam dalë të jap një mesazh të qartë para jush sot. Nuk kam hy në këtë garë për pushtet, kam hy në këtë garë për t'ja kthy çajirin popullit, për t'ja kthy çajirin juve, çajirin që për 20 vite, çajirin që për 20 vite e kam mbajtur peng një grup njerëzish që ja kanë vjedhur ëndrat banorëve të vet, të cilët keq përdorën besimin ton dhe përfituan nga dëshprimi prej ndjenjes suaj se ndoshta nuk mundet më mirë. Por prej sot i themi fund edhe dëshprimit, edhe frikës dhe fillojmë ndryshimin në çajir. Motra dhe vëllezër, këto nuk janë zgjedhje të zakonshme. Kjo është betej ndërmjet qytetarëve të çajirit nga njëra anë dhe një klike, një grup njerëzish të cilët kanë sunduar dhe plaçkitur çajirin për 20 vite. Dhe dua t'u them se populli do fitoj, ne do fitojmë, se e keni ndëgjuar vetë se cili prej jush në çdo rrugë dhe në çdo cep të çajirit britmat e njerëzve që kërkojnë ndryshim, thirrjet e njerëzve për çlirim, zërin e tyre që kërkojnë të hiqen prangat e korrupsionit, kaosit dhe uzurpimit. Të dashur miq, jam i vetëdijshëm që disa prej jush kanë humbur besimin te politika. Thonë, juna i sollët ata, krejt janë njësoj. Dhe nga njëra anë keni të drejtë. Dhe nëse kam një dobësi, nëse kam një ndjenje ndërgjegje dhe përgjegjësie, dhe një ndjenjë faji në këtë fushat zgjedhore, është se i besuam dhe kërkova dhe kërkuam besimin tuaj për ta, dhe kam guximin ta pranoj atë gabim. Por ata e keq përdorën besimin tim, e keq përdorën besimin tuaj, e keq përdorën besimin e organizatës dhe aktivistëve që 20 vite u kemi bërë shkallë që të ngriten mbi ne. Dhe ata shpresën e kthyen në zhgënjim. Por nuk mund të pranoj se gjithë jemi njësoj. Për shkak se unë jetoj këtu, fëmijët e mi jetojnë këtu dhe i ndaj vështirësitë bashkë me ju. Kurse ai që e shkatroi çajirin për 20 vite, iku nga çajiri. Iku nga çajiri dhe na la këtu vetëm plehrat, korrupsionin dhe ndërtesat e egra. Por me 19 tetor do u përgjigjemi kërkesës që të vazhdohet besimin që ata e tradhtuan. Dhe populli do del dhe do e merr të veten. Për shkak se çajiri t'i fal gjitha, po nuk ta fal mosmirnjohjen dhe nuk ta fal tradhtim për besimin që e kemi dhënë. Motra dhe vëllezër, e di që ju nuk pritni fjalë të mëdha prej me, pritni vepra, por se cila vepër bazohet mbi një plan, mbi një vizion, mbi një besim. Nëse ka një dallim dhe një kontrast në këtë fushat, është se kapitali im më i madh politik dhe profesional është ndershmëria. Dhe do e kam futur gjithë qenjen time, eksperiencën time dhe dijen time për ta bërë një çajir më të mirë. Për shkak se besoj se ekziston dëshmëria,
mundet me ndershmëri, mundet ta bëjmë çajirin me pamje evropiane, por me shpirtin e ngrohtë që do u shërben njerëzve, do u del kërkesave të gjithë njerëzve, do u akthejmë thjesht çajirin qytetarëve nga një klik që e ka shfrytzuar së instrument vetëm për disa. Dhe unë besoj, dhe do besoj edhe nëse do jemi vetëm në këtë besim, derisa ai besim të bëhet i përbashkët dhe ky besimi im të shndrohet në një lëvizje kolektive për një çajir më të mirë, europian, dinjitoz, me ndershmëri, me rregull, për shkak se jam bindur se çdo sistem funksionon nëse ka rregull, përkushtim dhe ndershmëri. Por motra dhe vëllezër, këto zgjedhje nuk janë vetëm për kanalizime dhe asfalte. Për shkak se nga e hëna e 20 tetorit, ju do e shihni se ato janë shumë punë të lehta. Detyra e jonë me 19 tetor është ta kthejmë popullin ton te tavolina e madhe e vendimarrjes, atje nga janë përjashtuar shqiptarët dhe atje ku miren vendimet për të ardhmen e fëmijëve ton. Dhe të dielën mëngjes, secili prej nesh duhet të del para pasqyrës dhe të thotë: a jemi ne prej atij brezit që heshtim kur na përjashtojnë, kur na poshtrojnë, kur na kapin për veshje dhe na nënçmojnë. Unë mendoj se populli shqiptar me 19 tetor do del dhe do jep përgjigjen se ne as nuk shitemi, as nuk lejojmë të poshtrohemi, as nuk kapem për veshje, por do kthejmë dinjitetin dhe fuqizimin që e kemi pasur në vazhdimsi në bazë të sakrificës dhe përpjekjeve të mëdha. Motra dhe vëllezër, sot në vendin tonë është kryetarja e Komisionit Bashkimit Evropian, e cila doli me një porosi shumë të qartë për vendin tonë. E di që do mendoni që kjo është një truk elektoral, po nuk pata hapësirë me i tregu sot Ali Ahmetit dhe liderëve të AKI-s se ishin në fushat, por mu lajmërua një mik i rëndësishëm nga Brukseli sot, dhe po e them me përgjegjësi këtu para jush, dhe tha, pyete Ali Ahmetin dhe liderët e AKI-s: a mund t'i zotohen Brukselit se më njëherë pas tetorit, kur do bëhet qeveria e re, do kushtzohet për ndryshimet kushtetuese? Dhe kryetar Ahmeti: unë u zotova për shkak se e dija qëndrimin tuaj. Bota e ka kuptuar se kjo situatë është e paqëndrueshme dhe vetëm me një të dalur në vend votim me 19 tetor do arrijmë shumë fitore, do e çlirojmë çajirin nga kthetrat e kapjes, do e fitojmë qytetin e Shkupit, do erzojmë qeverin më anti-europiane dhe anti-shqiptare që mba ky vend, po edhe do e rrëzojmë idenë mickoviste që don ta kthejnë dominimin monoetnik këtu. Prandaj ju lutem si një vllau i juaj, si biri juaj, dilni dhe votoni, thirrni njerëzit që i njihni, tani keni zgjedhje, mos nguroni, mos lejoni dikush të vendos në emrin tuaj. Çdo vote juaj është gur në themelin e çajirit të ri, është gur në themelin e Maqedonisë së re, ku shqiptarët dhe komunitetet tjera janë të barabartë. Ju ftoj 19 tetorin ta shndrojmë në plebiscit, roft çajiri, roft dinjiteti i popullit shqiptar. Falënderit shumë për mbështetjen e vazhdueshme.